Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kemi vetë me shpjegu pjesën e fundit të surës A'la, pra kemi komentu 5 ajetet e para. Inshallah do të vazhdojmë ajetin e 6. Allah subhanahu wa ta'ala vazhdon edhe thot se nuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Kjo është një premtim prej Allahut subhanahu wa ta'ala që e jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu përmes Xhibrilit ka më mësu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dëgju leximin e Kur'anit, me dëgju leximin e Kur'anit dhe s'ka me harru Kur'anin. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon shpalljes, kur i ka zbrit shpallja, kur i ka zbrit shpallja, e ka zbrit Xhibrili shpallën prej Allahut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka shpejtu. Pa ka lexu Xhibrili dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasina ka përsërit shpalljen. Allah subhanahu wa taala e këshillon në surën Qiyamah, në ajetin 16 deri në 19 thot: "La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih." Mos e lëviz gjuhën tënde, po bihi me Kur'an, duke shpejtu. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Ne kemi thot për obligim me të bu Kur'anin edhe me ta lexuar ty. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Prandaj kur ta lexojmë ne Kur'anin, pastaj edhe ndjek ato. Pra dëgjojnë herë me vëmendje, pastaj përsëritet mbas Xhibrilit ajo. Thumma inna alejna bayana, pastaj obligim bini është me sqaruar ato, me ta sqaruar ty, për kuptimin edhe domethënien e Kur'anit. Prandaj pas këtyre ajeteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka zbrit shpallja ka hesht deri sa Xhibrili ka përfundu, e kjo e ka përsërit pas Xhibrilit, e ka lexuar, ka përsërit atë që e ka dëgjuar prej Xhibrilit alayhi salam. Edhe këtu Allah subhanahu wa taala i thot ajetet që janë 6, apo se nuk o ke fala tansa, ne do ta lexojmë ti Kur'anin, prandaj edhe s'kemë harru ato. Illa ma sha Allah, përveç atë që dëshiron Allah. Pra nëse dëshiron Allah subhanahu wa taala me harru diçka prej Kur'anit, atëherë kemi harruar, nga se kjo është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Allah thot: "Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah e fshin, e largon atë që don, kurse e ngulit ose e vendos atë që don, që dëshiron prej shpalljes sociale. Kjo ajet është surën Baqara ajeti 39. Po ashtu në surën Bakara, në ajetin 106 dhe 7 Allah thot: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha." Sa është e abrogojna ose e anulojna një ajet, apo e bojna që ti me harruat ajet, se pas një leximi. Kurse si pas një leximi të tërës që e vonojna, pra nuk e abrogojna, nuk e azresojna, mirë po e vonojna, shtyjna për një kohë, thot na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Veç se kemi sjell një ajet që është më i mirë se ai, ose i ngjashëm atë. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Thotë nuk e din ti që Allah është i fuqishëm për çdo gjë. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Thotë nuk e din ti që Allah subhanahu wa taala i takon sundimi i qiellit dhe tokës. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Thotë ju përveç Allahut nuk keni mik mbrojtës as ndihmëtar. Pra nga një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka harruar disa ajete të Kuranit, mirë po më një herë i ka kujtuar. Nga se kështu i ka premtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe vazhdon Allah thot: "Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa." Thot vërtet Allah është ai i cili e din të dukshmën edhe të fshehtën. Pra e din atë që njeriu e shfaq edhe e flet. Do të flet haptazi. Fjalë që dëgjohen mbi tjerëve. Allah subhanahu wa ta'ala e din këtë. Mirë po gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala e din edhe atë që njeriu flet në veten e tij, fshet. Pra nuk e shfaq, nuk e zbulon tek tjerët. Pra që është fshet në mendjen edhe në zemrën e tina. Allah subhanahu wa ta'ala i din gjitha këto. Prandaj në surën Kaf, në ajetin 16 Allah thot: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Thot ne vërtet e kemi krijuar njeriu edhe e dim çka i përshpërit atij shpirti i tij. Allah subhanahu wa ta'ala i din edhe mendimet më të fshehta që i kiti në mendjen edhe në zemrën tonë. Pra Allah subhanahu wa ta'ala këtu po i premton pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kam ja lexuar Kur'anin, kam ja mësuar Kur'anin edhe s'ka më harruar, nga se Allah subhanahu wa ta'ala din atë që flitet, edhe atë që po bëhet fshehtë edhe nuk flitet. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala i jep një premtim tjetër pejgamberit. Thotë: "Wa yassiruka lil yusra."
edhe do të analizojmë të rrugën për atë që është më e lehtë. Allah subhanahu wa taala po jep këtë premtim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që çdo çështje kam ia lehtësuar atin. Sidomos kur kjo të bëjë me kur është kjo në lidhje me adhurimin, bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra qëllimi yusra është që gjitha çështjet, gjitha punë mi pas lehta. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i kanë njoftuar sahabët e tij edhe neve si umat i tij sallallahu alaihi wasallam, na ka treguar se çdo njeriu ju ka shkruar vendi i tij, ku ka më përfunduar në zjarr xhehenamit apo në xhenet. Çdo biri i Ademit thotë ka të shkruar ku e ka vendin e tij në zjarr xhehenamit apo në xhenet. Edhe sahabët mbas i kanë dëgjuar këto fjalë, ka thonë ja Rasulullah, afala nad'u al-amala wa nattakil. O i dërguar Allah të atër pilojnë a punt, s'po punojnë a heq edhe po i mështetën kaderit që na ka shkruar Allah subhanahu. Mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar ka thonë la. Jo kurse punë nuk bën bilal. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Punoni, veproni. Po na tregon se nuk bën njeriu më mbështet, më thonë ai se më mbështetën ato që më ka shkruar. Mirë po ka obligim me punu. Punoni, veproni se çdo ku i lehtësohet ajo për cilën është krijuar. Pra i rrizohet rruga drejt asaj për cilën është krijuar. Prandaj ata që janë ahlus saada, që janë ata që kanë qenë të lumtur për në ahiret, që kanë me hyjë në xhenet, ju lehtësohen veprat e banorëve të xhenetit. Kurse ata që janë ahlus shaqawa, fatkesh, ata që do të përfundojnë zjarrin e xhenemit, ju lehtësohet rruga me bë vepra banorëve të zjarrit të xhenemit. Pas këtyre fjalëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexuar ajetin, ose ajetin që është ku Allah subhanahu wa taala thotë fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Pastaj përkat atij i cili ka dhënë edhe ka qenë i devotshëm, urrit për këqija, wa saddaqa bil husna dhe ka besuar më të mirën. Ka besuar imanin, ka besuar xhenetin e kështu me radhë. Dhe ne gjithsesi do t'ja lëshojmë atij rrugën për atë që më të lehtë, që është më e mira, më e lehtë. Po për në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ky hadith është kundër argument apo e shkput atë argumentime që disa e sjellin edhe dojnë me arsyetua apo mi përligj mëkatet e tyre. Kur e vojnë mëkat thonë kjo kanë e shkruar për ne, s'kena vujt me i kësaj. Argumentohet me kaderin e Allahut subhanahu wa taala për mëkatet që ja bën Allahu subhanahu wa taala. E kjo nuk ka kurse si s'ka mundësi me pas argumente me kader për gjërat që i bën njeriu. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë i'malu, veprani. Punoni punë të mira, fa kullun muyassarun lima khuliqa. Se çdo ku i lehtësohet rruga për cilën është krijuar, ti nuk e din çka ka caktuar Allah subhanahu taala për ty nesër çka nuk e din kaderin. Pra na kur e din kaderin, e di vetëm pas ç'është ndodh. Nëse di çka do ndodh pas një minutë edhe pas një momenti, një çast shumë shkurt. Kur ndodh ajo na e dinë që ka ndodhur. Kështu përderisa nuk e din ti, atëherë vepro po në punë banorëve të xhenetit. Që Allah subhanahu taala më ta lesu ti rrugën për me shku në xhenet. Por kush është ai i cili të imponon ty ose detyron që me bëj gjinoa dhe me bëj mëkate? A ka dikush që ta imponon këto? Kurse se askush. Ose e kundërta, a ka dikush i cili ndalon ty që mos me bëj punë të mirë dhe vepra të mira me të cilën te adhuron Allah subhanahu taala, edhe synon xhenetin? Askush thotë nuk ta ndalon këto. Prandaj edhe në Islam, nëse dikush detyron ty me bëni mëkat, ata nuk i gjuna te Allah subhanahu taala. Po mëkati i cili bëhet prej fakti që dikush ka detyruar ty, ta ka shtim me zor me bëj ata. Nuk janë të njëjtat pasojë se kur ti e bën mëkatin me dëshirën dhe vullnetin tënd. Po ti s'kish mëkat te Allah subhanahu taala, nuk shkruhet si gjënaje. Nëse dikush për shembull ta imponon me pi alkool ose me hongër mishën e thijut ose do thotë që shi kanë punu më herët me prish agjerimin në kohën e komunizmit. Po nuk i mëkat te Allah subhanahu taala, madje agjerimi as nuk prishet hiç. Ti mund të shlirë me vazhdu me agjeru deri në fund. S'u ka prish agjerimin. Pse? Do thotë mëkatin e cilin ti e bën për shkak se je i detyruar, nuk i ka të njëjtat pasoja sikur kur ti e bën ato me dëshirën tënde. Madje nuk llogaritet hiç se mëkat te Allah subhanahu taala. E kjo është kur kjo është, do thonë, vjen shprehje te imani dhe te kufri, atëherë të gjëra të tjera, do thotë shma parsore mu marr llogarit kjo çështje ose në konsiderat. Pse Allah subhanahu taala çka thot për kufrin, kur njeriu detyrohet me bë kufrin, ose kërcënohet me vdekje ose me tortura të shumta, e kështu me radhë i lejohet që
do thot me bë kufër me gjuhën e tina. Andaj Allah subhanahu wa taala thot men kafara billahi min ba'di imanihi, ai cili e mohon Allahun pasi që ka bë iman, pasi që ka besu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Pastaj e vjen për jashtim Allah. Thot përveç atij i cili është i detyruar me bë kufër. Kurse thot zemra e tina është e qetë në iman. Pra nuk është lohat fare. Pra është detyruar me bë kufrin vetëm me gjuhën e tij. Walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Mirë po thot vetëm ai i cili ja hap zemrën, ja hap gjoksin kufrit tina. Atëra thot ky është ai i cili do të ketë zemrim prej Allahut edhe ndeshkim të madh. Ajeti në surën Nahl ajetin 106. Prandaj ne i themi çdo ku i cili argumentohet me kader për gjinohet që i bën për mëkatet, që ti bë punë të mira. Kur kush nuk detyron ti me bë gjinohet dhe mëkate ose milion punë të mira. Vëpraje khajri largoje sherrit. Në mënyrë që Allah subhanahu taala me ta lecu ti rrugën për atë që është yusra, për më të lehtë. Edhe me të largu Allah subhanahu taala prej asaj që është usra, pra që është qëllimi xhehenami Allah subhanahu taala. Prandaj këto pra shohim se Allah subhanahu taala po premton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se do t'ia lejojë atij rrugën ose gjitha veprat e hajrit, gjitha veprat e mira që. Për këtë arsye sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur në një vështirësi, në një ngushti, më njëherë ka ardhur pasi që ka qenë sabër, i ka lehtësimi prej Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj Allah subhanahu wa taala fardon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam apo thot fadhakkir in nafa'at dhikra. Kujtoj tjerët nëse për kujtimi bën dobi, nëse këshilla bën dobi. Po kujtoj tjerët me ajetet e Allahut, me argumentet e Allahut, apo gjithashtu kujtoj tjerë edhe me ligjet që Allah subhanahu wa taala i ka sjellën këtë univers. Po ashtu edhe me ndëshkimet që jo ka sjellë njerëzve kur ata nuk i kanë bindë Allahu subhanahu wa taala kështu më radh. Këtë jo e përfshin që ti mi këshilluar dhe mi kujtu të tjerë, mi ja përkujtu këto gjëra. Edhe këtu ka thonë inna fa'ati dhikra, nëse këshilla bën dobi. Prandaj disa dietarë kanë thonë sipas kësaj në e kuptojnë se kjo fjali është do thonë e kurzuar. Do thonë kujtoj tjerë, këshilloj tjerë vetëm atëherë kur këshilla bën dobi. Do thonë nëse ti e sheh që këshilla nuk bën dobi, atëherë mos i këshilloj tjerë. Nëse nuk ka dobi që ti mi këshillu ata që nuk duan më këshillu dhe me pranu këshillën. Po kjo është një mendim i dietarëve që e kanë dhënë rreth këtij ajeti. Përse disa dietarë kanë thënë që kuptimi i ajetit është që ti këshilloj tjerë në çdo gjendje, në çdo kohë, edhe pa përjashtim. Do këshilloj tjerë ose kujtoj tjerë përderisa këshilla ka më bë dobi. E gjithmonë ka më ekzistuar dikush që këshilla i bën dobi. E përderisa është kështu atëherë kuptimi i ajetit del që kur mos mënoj këshillën, kur mos mënoj për kujtim. Vazhdimisht ja kujtu tjerëve Allahun, ja kujtu tjerëve xhenetin, xhenemin, halalin, haramin e kështu me radhë. Pa mi këshillu tjerë me këto gjëra. Përderisa ka njerëz që këshillohen, pra që pranojnë këshillën. Po vazhdimisht ka më pas njerëz që e pranojnë këshillën. E si do mos thonë këta, dietarët e këtij mendimi që ai që do thonë dobia nuk mohohet prej atij që këshillon. Po nëse kurkush nuk e pranon këshillën tina, ai që këshillon ka dobi prej saj. Edhe kjo është e vërtetë. Çdo kush i cili këshillon tjetër e ndjen këto dhe shën veten e tina. Që edhe pse ata nuk e pranojnë këshillën, ti ke pas dobi shumë të madhe që i ke këshillu tjetër apo e ke këshillu tjetrin nëse është vetëm një person kështu më radh. Po përderisa këshilla pas ka dobi gjithmonë, atëherë del që kuptimi i ajetit është që kur mos e ndaj këshillimin. Vazhdimisht këshilloj tjerë, kujtoj tjerë me Allahun, me premtimet e Allahut, kërcënimet, dëshkimet e Allahut dhe kështu me radhë. Përse disa dietarë kanë thënë se ti je i bindur që këshilla bën dobi, atëherë është obligim me këshillu tjetër. Mirë, po nëse mendon që këshilla nuk bën dobi, atëherë ti je i lirë, ndash këshillon, nëse do këshillon, nëse do jo. Po nuk mund të thonë që e ke obligim. Pra këtu ishin 3 mendime dietarëve rreth këtij ajeti. Mirë, po ne themi se do qoftë, se do është mendimi më i saktë. Parse se do të mendimi më i saktë rreth komentimit të këtij ajeti, themi se patjetër duhet njerëz ata që kanë dije, aq sa ke dije, me këshillu tjerët. Edhe nëse ti ta marr mendje se dija nuk i bën, ose i bindur që do thonë këshilla nuk më bë dobi. Por mos e nal kur këshillimin. Vazhdimisht kujtoj e tjerë
për Allahun, për fenë Allahut subhanahu wa taala. Nga se edhe pse ata nuk këshillohen, nuk e pranojnë këshillën, atëherë ty ka më të bëjë dobi këshillën. Madje mjafton që njerëz kanë më marrë vesh që kjo punë ka halal ose haram. Para kësaj ata nuk e kanë ditë, është halal apo haram. Edhe pse se pranojnë këshillën tonë, bile ata kanë arrit me kuptu që kjo ose është halal ose është haram. Ja nuk kanë arsye të më thonë që sigur të shkon në haram atë kishin fol dietarët ose kishin fol hoxhallarët ose kishin fol ata që e praktikojnë fenë kështu. Ose kishin po, do thonë nëse nuk këshillon kurkush, ata njerëz që janë arsyetim vetes, thonë ose me kon haram na kishin tërhequr jetën tjetër. E ti kur i këshillon tjetër atë kjo mjafton si rezultat apo si sukses që njerëzit e kuptojnë që kjo është halal e kjo tjetër është haram. Pra patjetër do ne me përhap shariatin. Me ofën Allah subhanahu wa taala. Pavarësisht të pranojnë tjerë këtë këshill apo jo. Pastaj Allah subhanahu wa taala po na tregon se njerëzit në pranimin e këshillës janë dy lloje. Thosë edhe këru me yakhsha do të kujtohet edhe të këshillohet ai që ka frikë Allah subhanahu wa taala. Wa yatajannabuha al-ashqa. Do kom ja kthy shpinën e këshillës, apo kom u largu prej saj ai i cili është ashqa. Allah subhanahu wa taala më thotë se këshillën e pranon vetëm ai që ka frikë Allah subhanahu wa taala. Ne kemi shpjeguar më herët që kuptimi i kësaj frike që është yakhsha është ai i cili e ka frikë Allahun subhanahu wa taala për shkak se e din ka dije njohuri për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Po sa i madh edhe do thotë absolut është Allahu subhanahu wa taala. Ky person kur ja kujtonte me ajetet e Allahut subhanahu wa taala, atëra ai ka me pranu këshillën. Qërë thotë Allahu subhanahu wa taala kur i përshkruan robt ar-Rahmanit, ibadur Rahman, ata që janë rob gjithëmshirshëm, në surën Furqan ayeti 73 thotë: "Walladhina idha dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa umyana." Janë ata të cilët propicilësive të tyre është që kur kujtohen me ajetet e Allahut subhanahu wa taala nuk bëhen sikur me kon verbër dhe shurb, po që mos me pranu këshillën. Po robët e Allahut subhanahu wa taala që meditojnë e kanë arritur me pas ubudie, me kon rob adhurues të Allahut subhanahu wa taala, ta i pranojnë këshillat. Pra kur kujtohen ata, ja kujton dikush ajetet e Allahut subhanahu wa taala, ata nuk bëhen shurt as verbër, mi po i pranojnë ato. Pra ai që ka frikë Allahut subhanahu wa taala, ka dije njohuri për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, kështu me radhë, pra njeh Allahun, atëherë ai nëse këshillohet e pranon këshillën. Nëse kujtohet e pranon këtë kujtim, po edhe i bën dobi. Edhe vazhdon do thot me përmirësoj veten e tij. Kurse grupi i dytë i njerëzve është mujetajën në buhel ashqa. Do të largohet apo do t'ia kthej shpinën e këshillës ai që është ashqa. Po ashqa është ai i cili kjo është ashqa superlativ, do të thonë ata quhet ismu tawdil. Pra është e kundërta e atyre që janë të lumtur. Po ashqa është ai i cili është e ka fatin e keq, pra ai që është jo besimtar të fjalës. Qërë thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar. Ata cilët do të jenë të këqij, do fatkeq, ata do të jenë zjarr xhehenamit. Kurse wa amma alladhina su'idu fa fi al-janna. Kurse ata cilët janë të lumtur, pra kanë arritur lumturinë, fjala është imani, do të jenë në xhenet. Po al-ashqa është ai i cili si cilësi, si atribut tina ka shaqawa. Pra fatkeqësi, me kanë është shkruar për to që me kanë për banorë zjarrit xhehenamit. Ky është ai i cili largohet edhe nuk i bën dobi këshillën. Po ashqa qëllimi është me tregu Allah subhanahu wa taala këto e përdor këto si hiperbolizim. Do thotë që ai i cili nuk e pranon këshillën, ai ka arrit skajshmërinë e shakavës, pra e kufrit dhe jo besimit. Pra kjo është kafiri. Po jo besimtari është ai i cili nuk i bën dobi këshilla edhe për kujtimin. Allah subhanahu wa taala po përshkruan më tej këtë persona po të alladhi yasla an-nar al-kubra. Ky është ai i cili do të hyjë në zjarrin e madh xhehenamit. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Fata aty as nuk do të jetë as nuk do të jetojë, as nuk do të vdes. Ose as nuk do të vdes, as nuk do të jetojë. Po është rënditja e jetës. Po Allah subhanahu wa taala po tregon se ky person, pra është që është al-ashqa, kur të hyjë në zjarr xhehenamit, ka është zjarri xhehenamit është shumë i madh. Pra qëllimi kubra është zjarri më i madh, ose zjarri shumë i madh i xhehenamit. Nga se zjarri i dunjas është shumë i vogël në krahasim me zjarrin e xhehenamit, çu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Muslimi,
Naru dunja juzun min 70 juz'an min nari al-akhirah. Zjarri i dunjas është 1/70 pjesë e zjarrit të xhenemit. Kjo tregon se sa i madh është zjarri i xhenemit. Po qëllimi është se nëse mblidhet do të bëhet krejt zjarri që është këtë dunjë. Atëherë ai në krahasim me zjarrin e xhenemit është 1/70 pjesë. Do thotë edhe në sasi, edhe në madhësi, mirë po edhe në ashpërsi, edhe në nxehtësinë e tij. Është vetëm 1/70 pjesë e zjarrit të xhenemit. Edhe sa i përket nxehtësisë, edhe ashpërsisë, jo vetëm madhësisë. Është vetëm 1/70 pjesë e zjarrit të xhenemit. Po zjarri i xhenemit do të gjerë të 9 herë më i ashpër, më i nxehtë dhe më i madh se sa zjarri i dunjas. Prandaj Allah subhanahu wa taala këtu thotë nar al-kubra, do të hyjë në zjarrin e madh xhenemit që është. Ja kur thënë atë Allah subhanahu wa taala po tregon thotë la yamutu fiha wa la yahya. Atë as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. Qëllimi është që nuk do të vdes, është që me vdekje do mora hatu. Piktin dëshkimi. Mirë pas nuk do të jetoj, qëllimi është nuk do të jetoj me jetë lumtur. Për ndryshe ata që janë zjarr xhenemit ata janë gjallë. Po në realitet ata janë gjallë. Mirë po janë gjallë që ndëshkohen ashpër. Prandaj Allah subhanahu wa taala tregon për ta në surën Nisa, në ajetin 56 thotë kullama nadajat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-adhab. Sa herë që ju djegën lëkurat e tyre, Allah janë ndrant ato të lëkura. Nëse ata me shiju mirë ndëshkimin e Allah subhanahu wa taala. Po ata janë gjallë, mirë po do të ndëshkohen ashpër. Prandaj edhe lusin Allah subhanahu wa taala, që shkon në ajete të tjera thonë ma nadau ya malik, edhe thrasin ata banorët e zjarrit. O Malik, Malik është roja e zjarrit xhenem. Li yaqdi alejna rabbuk, le të na marrë shpirtin, le të na vdes Zoti yt. Po mos na lejoj me vazhdon këtë dëshkim ka është ashpër. Po në na rahatoj prej këtij dëshkimi, prej këtij dënimi të madh. Mirë po ata e marrin përgjigje thonë qala innakum makithun. Ata ai do t'i përgjigjet, do t'i thotë ju do të qëndroni për herë aty. Do të qëndroni për herë dhe kurse më pas rahati dhe qetësi për ju. Prehje. Po në vazhdimisht kemi më qenë në ndëshkim dhe ndërim. Edhe pasaj thotë laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karimun. Thotë ne ja kemi sjell juve hakun vërtetën. Mirë po shumica juve e urrejnë edhe nuk e doni hakun, se doni të vërtetën. Kjo është e ngjashme me këtë ajet që Allah subhanahu wa taala po thon këtë sure, la yamutu fiha wa la yahya. Po aty nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. Prandaj nuk do të kjo mi sjell paqartësi dikujt se probleme thonë çu shko mundësi që njeriu mos më kon as i gjallë as i vdekur. Po njeriu është i gjallë ose i vdekur. Por qëllimi i jetës është që ata nuk do të vdesin që mora hatu edhe me shpëtu për ati zjarri xhenemit. Mirë pas nuk do të jetojnë me jetë lumtur. Po nuk do ta shijojnë jetën, nga se janë në ndëshkim dhe dënim të madh te Allahu subhanahu wa taala. Po është vështirësi aq e madhe sa që ata kanë më shpresuar me vdek. E kanë me lutë Allahu subhanahu wa taala që më vdek ata. Ja u mor shpirtin. Mirë po s'kan me arrit këta. Ata do vazhdojnë, do të jenë për herë aty. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë thumma la yamutu fiha wa la yahya. Po la yahya. Pastaj ato as nuk do të vdes, as nuk do të jetojnë. Po kjo është qëllimi i këtij ajeti. Pastaj vazhdon Allah thotë qad aflaha man tazakka. Vërtet ka shpëtuar ai i cili është pastruar. Wa dhakara isma rabbih fa salla. Edhe ka përmend dhe ka kujtuar emrin e Zotit të tij, edhe është fal. Qëllimi aflaha, që është ka shpëtuar. Kjo fjalë është marrë prej felah, yarhamkallah. Felah është fjalë gjithëpërfshirëse ose gjithëpërmbledhëse. Pra, felah është me fitu atë që dëshironte, atë që synon, edhe me shpëtu për asaj që i ki frikti dhe që nuk pëlqen. Po kjo për kuptojnë që fjala felah po përfshin çdo gjë që është e hajrit, çdo gjë që është e mirë, edhe e largon çdo gjë ose të mbron pi çdo gjë që është e keqe. Po çdo gjë që dëmton ti, që është shaf për ty. Para Allah thotë qad aflaha man tazakka, ka shpëtu, pra e ka arrit çdo gjë që është e hajrit, çdo gjë që është mirë, është u largu pi çdo gjë të keqe, ai që është pastruar. Pra qëllimi tazakka është marrë për tezkije. Tezkije në arabisht është tathir, më pastru njeriu. Më pastru për edhe në anën e jashtme edhe në anën e brendshme. Prandaj Allah subhanahu wa taala ose në Islam zakati quhet zakat. Pse? Nga se njeriu ne pastron për moraleve të ulta. Për tyre është kooperacia, zemërngurësia. E kështu me radhë. Pra pse u quhet zakat?
nga se ty të bën tezkije, të pastron. Për moraleve të ulta, për gjërave, për anëve të këqija të shpirtit që i ki. Allah subhanahu wa taala thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Zot më mëson merr pi pasurisë të tyre sadakat, qëllimi është zakati. Ose zakati quhet edhe sadaka gjithashtu. I cili ai pastron ata dhe i lirë. Po qëllimi është i pastron ata shpirtërisht, pi sjellje, pi moraleve të tulta dhe të këqija. Pra qëllimi është te zaka, është ai i cili o pastru. Po pastruan të jashtme dhe të brendshme tina, edhe pjesën e jashtme dhe pjesën e brendshme. Pas pari njeriu do të mu pastru sa i përket raportit tina me Allah subhanahu wa taala. Mu pastru pi shirku të madh dhe shirku të vogël. Po kur të adhuron Allah subhanahu wa taala me adhuru sinqerisht. Po gjithë fenë e tina më ia kushtu sinqerisht Allahu subhanahu wa taala. Gjithë adhurimet e tina. Mos mi bëj ato me syfaqësi me ria. As me sum'a, që tjerët me dëgju që ai po bën adhurime ose me lavdru, ose mos me adhuru që tjerët, po me qëllime që tjerët me thurr lavdata për to. Gjithashtu mos me kry këto adhurime duke kërku pozitë të njerëz. Mu bëj pari, me don me kon kokë të tjerëve kështu më radh. Pra thjesht me adhuru Allahun subhanahu wa taala ose gjithë adhurimet tua me bë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është paspari mu pastru në raportin tonë me Allahun. Ka shpëtuar ai i cili ka pastru veten e tij këtë mënyrë. Gjithashtu do të mu pastru njëri sa i përket pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra mos me bë bidate në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pavarësisht a janë të vogla apo janë shumë të mëdha. Pavarësisht a janë në itikad, në besim, apo janë vepra apo janë thënia. Kjo është pra, njeriu do të mu pastru edhe në këtë aspekt. Po mu pastru në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është që thot me adhuru pejgamberin, me adhuru Allahun subhanahu wa taala duke pasu sunetin e pejgamberit në mënyrë të plotë. Jo duke bë bidate në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ashtu edhe Sheikh Uthaymini, Allahu mëshiroft, kjo mundet mu zbatu vetëm në rrugën e selefije, në rrugën e selefive, në rrugën e ehlusunetit dhe xhamatit. Do vetëm ata e thot janë që e kanë besu Allahun subhanahu wa taala me çdo gjë që Allah ka përshkruar, ka cilësuar veten e tij në librin e tij. Po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dërguar e tij e ka përshkruar me gjuhën e tij. Po njeriu pastron veten e tij në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në rrugën e selefive, thot Sheikh Uthaymini, Allahu mëshiroft. Nga se thot ata nuk bojnë bidate, thot as në adhurimet që kanë bëjnë me gjuhën, as në adhurimet që kanë bëjnë me veprat. As që thot nuk bojnë bidate në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot tre sheh ata që e ndjekin sunetin e pejgamberit, në rrugën e tij, ose me çdo gjë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kundërshtim thot me ata që bojnë bidate, po pi bidaxhive që thot sjellin bidate për shembull sa i përket dhikrave, thënieve, shpikura që nuk kanë sunetin e pejgamberit. Ose thot në llojin e tyre sjellin bidate, ose mënyrën, formën që i bojnë ato, ose mënyrën që i aplikojnë ose i zbatojnë ato dhikre kështu më radh. Po jo sipas asaj që ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështë thot i shohim në disa prej tarikateve të sufive dhe të tjerëve. Gjithashtu thot njeriu përveç kësaj duhet mu pastru në raport me njerëzit. Po gjithmonë zemra e tij do të më kanë e pastër, e të lirë në raport me tjerët. Po me dash për vëllezërit e tij musliman atë që e don për veten e tij. Edhe me kanë i kënaqur që vëllezërit e tij me kanë ato që ai dëshiron për veten e tij. Madje thot zemra e tij do të më kanë e pastër për çdo urrëtie, për çdo mlefi, për çdo hasede, xhelozie, zilie për vëllezërit e tij musliman. Po ai cili është kështu e ka pastru veten e tij në këtë mënyrë, do ta i vërtet ka shpëtuar thot Allahu subhanahu wa taala. Madje thot Sheikh Uthaymini, edhe për gjithë njerëzimin njeriu do të më pas zemrën e pastër dhe të lirë, jo vetëm për musliman. Po këtë njerëz ka qenë i bë që janë në hajër, do të janë larg sherrit, larg keqes. Do që Allah subhanahu wa taala jep sukses drejt hajrit edhe drejt mirës. Prandaj qad aflaha man tazakka, ka shpëtuar ai që u pastru, pra u pastru në brendsinë dhe të jashtën e tij. Pra pastron brendsinë e tij për shirkut, sa i përket shirkut në Allah subhanahu wa taala, për dyshimeve, për nifakut, pavarësisht është i madh apo i vogël, për urrëties së armiqësisë ose sulme ndaj muslimanëve, ndaj vëllezërve të tij musliman, edhe për gjëra të tjera që ti duhet me pastru gjithçka zemrën tonë nëse do të më shpëtu.
Po më pasru edhe mbrëmshme e ndjeshme. I pastrimit ndjeshme është gjithashtu që edhe me ruaj gjuhën tonë, që mos mi sulmu, mos mi ofendu, mos mi lëndu muslimant me gjuhën tonë. Po ashtu edhe gjymtyrët e tua. Po që mos me godit muslimanin, ose vllahun tonë musliman me dorën tonë kështu më radh. Po ashtu do thotë që shtam edhe mos mi bë gibet ata, me ruaj gjuhën tonë. Mos mi përgoju ata. Mos mi bën emi me vllaznitë tu, mos mi përhap fjalë që me bë përçamje mes tyre. Mos mi shoh ata, mos mi lëndu. E kështu më radh. Po kjo për kuptonin se tezeka është fjalë e përgjithshme ose gjithë përfshirëse që i përfshin gjitha këto gjëra. Pra përfshin pastrimin e brendshëm edhe të jashtëm. E përfshin pastrimin e brendshëm edhe të jashtëm. Prandaj e shohim që tezkia i kthehet këtyre ose është ndërlidhur me këto tre gjëra. Pra e para është sa i përket hakut të Allahut subhanahu wa taala. E dyta sa i përket hakut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e treta është sa i përket hakut njerëzve, drejtës njerëzve. Pra sa i përket hakut të Allahut subhanahu wa taala do të pastrohesh prej shirkut. Po me adhuru Allahun subhanahu wa taala sinqerisht, për shirkut të madh dhe të vogël. Sa i përket hakut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ti do të mu pasru duke e pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe duke largu pi bidateve. Po me pasu ose me adhuru Allahun subhanahu wa taala sipas shariatit, me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në akide, në besim, në thënie dhe në vepra. Po ashtu në raport me njerëz, në marrëdhënie që i kemi me njerëz, me pasru veten e tonë pra duke u largu prej mëris, prej natit, prej urrëties, prej armiqësisë, prej zilis, hasetet e kështu me radhë. Gjithashtu do të mu largu për çdo shkaku i cili çon në përçamje dhe armiqësi mes muslimanëve. Nëse do me pasru veten, largohu prej kësaj. Nëse do me kam për atyre që do thotë ke shpëtu, largohu për atyre shkaqeve, për atyre mjeteve, rrugëve që do thotë çojnë deri te përçamja edhe urrëtia mes ose mbjellja e përçamjes së urrëties mes vëllezërve musliman. Gjithashtu këto hen edhe mi bë ato vepra ose mi ndjek ato rrugë që e tërheqin dashurinë dhe afërsinë mes muslimanëve. Për ty është për shembull dhënia e selamit. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Muslimi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. S'keni me hyrë në xhenet derisa të besoni. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Edhe nuk keni me besu derisa të doni njëri tjetrin. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Ata doni me u tregu një gjë që nëse e bëni, keni me arrit me dash njëri tjetrin, me arrit dashurinë ndaj njëri tjetrit. Afshu s-salama bainakum. Përhapni selamin mes juve. Pra selami është për shkaqeve më të forta që e tërheq apo mbjell dashurinë edhe afërsinë mes muslimanëve. Edhe kjo është një gjë që shihet edhe vrehet. Për shembull, nëse kalon afër teje dikush me muslimanë dhe s'jep selam, me herë në zemrën tonë kemi ndjetë diçka për atë person. Po pse ai s'po më jep selam, çka ka ai me mua? E njëjtë është nëse ti si jep selam atina. Ai komentit njëjtën gjë për ty. Mirë, po kur ti jep selam ose ai jep selam, më një herë do thotë kjo rezulton në dashuri dhe afërsi mes dy muslimanëve. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ka thonë, që transmeton Buhariu dhe Muslimi, wa taqra'u s-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Me dhon selamin atij që e njeh edhe atij që nuk e njeh. Shumica e njerëzve sot i dhajnë selam vetëm atyre që i njohin. Mirë po, kur njëri jep selam vetëm atyre që e njeh, kjo ka mundësi që të shehu mos më kanë shumë sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po kur jep selam atij që e njeh, atij që nuk e njeh, atëherë kjo tregon se vërtet këto e bën sinqerisht këtë vepër për Allahun subhanahu wa taala. Pra qëllimi në kiçe me arrit me shtu dashurinë mes muslimanëve, duke përhap këtë selam. Prandaj ti do të më dhon selam gjithëve. Musliman do të më dhon selam njëri tjetrit, nga se kështu arrihet, edhe forcohet edhe mbjellet dashuria dhe afërsia mes tyre. Mirë po gjithashtu këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se kështu plotësohet edhe imani. Po me këtë gjë plotësohet edhe imani, thotë nuk keni s'keni me hyrë në xhenet derisa të besoni. Pra qëllimi është nuk keni me plotësu imanin. Po ndërprerja e selamit e pakson imanin, kurse shtrimi i selamit ose përhapja e selamit e plotëson imanin e besimtar. Edhe gjithashtu po tregon pejgamberi sa që përfundimi ka qenë hyrja në xhenet. Allah subhanahu wa taala na bëft pe banorëve e tij. Banorëve e xhenet. Pastaj vazhdon me Allah thot wa dhakara isma rabbihi fa salla. Gjithashtu ka shpëtuar i cili e ka pastruar veten e tij dhe e ka përmendur emrin e Zotit të tij dhe u shtfal. Po qëllimi e ka përmendur emrin e Zotit të tij, çu kemi sqaruar në fillim të surës, pra ka përmendur vetë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po qëllimi është
e përmend Allahun duke përmend emrin e Tij. Pra e kujton Allahun duke përmend emrin e Tij. Kjo është me përfshin edhe me kujtu Allahun me zemër, edhe me gjuhë. Pra kujton Allahun me zemër duke e përmend edhe me gjuhën tonë. Pa emrin e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, thu subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, kështu me radhë, mirë po, po këto e bën me dy gjymtyrë, edhe me zemrën edhe me gjuhën tonë. Kjo është më e plotë. Për dyja të kish problem, nëse kujton Allahun vetëm me zemrën apo vetëm me gjuhën, mirë po shpërblimi më i plotë është kur ti e bën këto me të dyja. Prandaj Allah këtu po thotë wa dhakara rasma rabbihi, edhe ka përmend emrin e Zotit të tij, po përveç se e ka kujtu Allahun subhanahu wa taala me zemrën, e ka përmend edhe ose e ka kujtu edhe me gjuhën e tij. Gjithashtu këtu hyn edhe kur ti e përmend Allahun subhanahu wa taala me adhurimet e tua. E këtu thotë shehu, pas pari hyn kur njeriu e përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala me abdes. Nga sa thot abdesi është për përmendjes të emrit të Allahut subhanahu wa taala. Nga sa thot njeriu fillimisht kur merr abdes, thot bismillah. Edhe në fund kur të përfundon abdesin thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Që është e njohur duaja që do të më bëj pas abdesit. Prandaj disa dietarë kur e kanë komentuar këtë ajet kanë thonë qëllimi me përmend Allahun subhanahu wa taala, që ka shpjeguar që përmend Allahun është fal, thotë me përmend Allahun është hutbja e xumos, pra khatibi kur e mban hutbën e xumos. Nga se Allah subhanahu wa taala thotë ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'u ila dhikrillah. Ajo që keni besu kur thirrët pa azani për ditën e xumos, shpejtoni për të përmendjen e Allahut, të dhikrit. Wadharul bay, edhe lënë shit blerë. Po është ajeti surës Xuma ajeti 9. Pra këta dietar ka thonë valla ka rasme rabbihi, po është khatibin ditën e xumos. Fa salla është fal, do thonë ka fal xumon. Prandaj ka thonë që përveç kësaj, ky ajet i përfshin gjitha namazet. Nga se gjitha namazet paraprihen me dhikr. Nga se nuk ka namaz që nuk paraprihet, ose shumica namazeve paraprihet me abdes. Edhe thot abdesi, dihet që para abdesit ose edhe shfamas abdesit, para abdesit, namaz abdesit ka dhikr. E pastaj fa salla dhe ka fal namazin, pra i ka fal namazet farze që. Mirë po, do të saktë është që kjo ajet që thotë shehu është i përgjithshëm. Pra përfshin çdo dhikr që njeriu e bën duke përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala. Po ka shpjeguar ai cili e përmend Allahun, qëllimi është që kur përmend emrin e Allahut subhanahu wa taala, atër ai në farë mënyre e ndjen këto me zemrën e tij dhe këshillohet. Por nuk e bën vetëm me gjuhë, e merr me pas tjetër ka. Mirë po kur e përmend Allahun subhanahu wa taala me gjuhën e tij, ai ndjen këto dhe kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Kthehet te adhurimi Allahu subhanahu wa taala, i lën gjunat, i lën mëkate. Fa salla dhe falet, do të namazi është i njohur, që nuk ka shpëtim veçse duke u falë, do njeriu nuk ka mundësi me shpëtu veçse duke i kryer obligimet, farzën e Allahut subhanahu wa taala me fal namazin. E pastaj vazhdon Allahu në fund thot bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Do të mirë po jo, po japni përparësi, apo favorizoni jetën e dunjas. Allah subhanahu wa taala po na tregon se në natyrën e njeriu është që ai me dasht atë që është më e shpejtë. Nëse njeriu është Allah subhanahu wa taala është kriju prej shpejtësisë. Prandaj edhe don atë që është më e shpejtë. Po njeriu është kriju prej asaj që Allah ajel, diçka që është e shpejtë. Prandaj edhe don ato që është e shpejtë, i jep përparësi. E dunjaja është më e shpejtë, do janë para ahiret. Prandaj Allah subhanahu wa taala po tregon që natyrën e njeriu është që i jep përparësi dhe favorizon jetën e kësaj bote. Mirë po Allah subhanahu wa taala po e përshkruan dunjan që në realitetin e saj ajo është dunja. Në arabisht dunja i ka dy kuptime. Do të është dunja sa i përket kohës, edhe është dunja sa i përket cilësisë ose atributit saj. Po qëllimi dunja sa i përket kohës është se kjo është marrë pi fjalës dunu, që është më afër. Po është më afër se ahireti, por neve njerëzve dunja është përpara ahiretit. Pra është dunja sa i përket kohës, por gjithashtu është dunja sa i përket cilësisë, pra është e mangët. Pra nuk është e plotë. Nga se sa do që njeriu jeton gjatë këtë dunja, prapë se prapë ka me vdek. Po është dunja kalimtare. Po dikur ka me përfundu. Edhe sa do që njeriu do thot arrin mbi të mirave të kësaj dunjas, atëherë pat se prapë përfundimi ka me qenë që ai
do thot nuk s'ka më kanë i kënaqur me këtë. S'ka më arrit lumturi. Sot që do thot ka arrit pi bukurive, pi të mira, pasurive, kësaj dunja, prapë s'ka më arrit lumturinë këtë. Nga se dunjaja është dunja, që është e shumë Allah subhanahu wa taala. Pra është e mangët. Si cilësia e saj është që është e mangët. Sot që jeton gjatë njeriu dhe si ka të të mirat, prapë s'është i lumtur në këtë dunjë. Prandaj thotë shehu, në vëvet thotë kemi pa që kalon një ditë, ndjehemi më lehtë, më të lumtur, mirë po më herë masojna vjen dita ku do thotë ndjehemi më të dëshpëruar, sjena do thotë në formë kështu më radhë. Prandaj thotë e përmend edhe fjalën e një poeti thotë fa yawmun alejna wa yawmun lana. Një ditë është kundër neve, një ditë është pro neve. Kështu thotë është dunjaja. Wa yawmun nusau wa yawmun nusaru. Një ditë thotë ndihemi të lumtur, gëzum, ditën tjetër më herë ndihemi dëshpëruar dhe do thotë jo të lumtur. Po nëse mediton gjendjen e dunjas ose gjendjen tonë në këtë dunjë, kështu kemi gjetë. Pas një kohë do të kemi pa që kemi mundi lehtë shpirtërisht ose kemi kanë i lumtur e kështu më thonë i pasër. Mirë po më herë pasona e papastërtia, jo lumturia kështu më thonë. S'ka mundësi thotë që me pas lumturi të vazhdueshme në këtë dunjë. Më herë masona ka marrë dëshkim. S'ka mundësi thotë që njeriu në këtë dunjë gjithmonë me kanë rahat. Më herë masona ka marrë lodhja. Prandaj thotë shehu dunjaja është ashtu që ka shkruajtur Allahu dunjën. Po është e mangët. Kur njeriu s'ka mujt me arrit atë plotësinë ose atë lumturinë absolute që e synon këtë dunjë. Mirë po thotë Allahu al-akhiratu khayrun wa abqa. Kurse ahireti thotë është më e mirë edhe është më i amshushëm, është i përhershëm. Po ahireti është më i mirë se sa dunjaja, edhe është i amshushëm, është i përhershëm. Po të mirat kënaqësi që Allahu subhanahu wa taala i ka përgatitur në ahiret janë të përhershme. Po lumturia aty kur nuk zbehet, e madje as nuk jo vetëm që nuk ndërbehet, pas nuk zbehet kur. Do njeriu vazhdimisht është lumturi të plot në ahiret. Prandaj Allahu po thotë është më e mirë, më thajt, më e mirë është edhe këto, më i përhershëm. Jo që është dunjaja e cila është kalimtare, edhe dikur ka përfunduar. Pastaj vazhdon Allah thotë inna hadha la fi as-suhuf al-ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Vërtet kjo thotë është gjendet në fletët e lashta, më hershme që kanë qenë. Atë që janë fletat e Ibrahimit edhe Musës. Po kjo qëllimi është ky fakt që njerëzit i dhajnë përparësi edhe favorizojnë dunjan para ahiretit. Kjo ka qenë e shkruar edhe në librat e mëhershme që kanë zbritur, fletat e mëhershme. Po që njeriu jepet mas dunjas edhe haron ahiretin. Kjo gjendet edhe në fletat e lashta, më shumë që kanë. Mirë po, Allah subhanahu wa taala thotë që në këto fleta ka gjëra që e ndihmojnë njeriu që më u kthy prap Allahu subhanahu wa taala. Pra këto fleta në shpallën që ka zbritur Allah subhanahu wa taala, pavarësisht është i shpallën e mëhershme apo shpallën e fundit, Kur'anin, thotë ka gjëra për të cilat njeriu arrin me zbut zemrën e tij, me përmirësu gjendjen e tij, edhe më u kthy Allahu, me pasurim ahiretin, jetën e ardhme e kështu me radhë. Pra çështë kemi përmendur dersën e kaluar, që është ka thonë Sheikhul Islami Ibn Taymija në këtë sure ju përmend shtyllat e imanit. Ai që mediton e gjen se vërtet kjo sure përmend edhe kjo sure thirr që mi besu në 6 shtyllat e imanit. Prandaj përfundoi lutim Allah subhanahu wa taala që më na dhon për të mirave të dunjas edhe të mirave të ahiretit, edhe më ruaj prej zjarrit të xhehenamit. Vërtet ai është mojor dhe fisnik. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.